وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Imam ad-Darimi na sjell një hadith nga Uqba ibn Amr radhiyallahu anhu, i cili hadith është domethënë nga versionet e haditheve që tregojnë për shefatin, për ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për hadithin e gjatë të ndërmjetësimit. E Imam Darimi te ky transmetim na e sjell edhe një detaj tjetër. E keni parasysh hadithin të cilin e kemi cek shumë herë, kur njerëzit do të dalin para Allahut dhe do të kërkojnë ndërmjetësim, do të shkojnë te Ademi alayhis salam, do të shkojnë te Nuhi alayhis salam, do të shkojnë te Ibrahim alayhis salam që ndërmjetësoje që Allahu t'i fale, apo dhe kret këta pejgamberë do t'i çojnë tek profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E Imam Darimi te ky transmetim thotë se kur do të shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ati domethënë do t'i vendoset një mimber. Domethënë sikur kjo hutbja, domethënë një vend i lartë, dhe do të fillone prej vendit të tij të dale parfum, erë mirë. Dhe do ndriçohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krejt trupin e tij, prej te flokut e i tij deri te gishtat e këmbës. Dhe do të fillojë që të ndërmjetësoje ta lutë Allahun për pasuesit e tij që Allahu t'i fale. Ndërsa ata të cilët e kanë mohu Allahun, ata të cilët e kanë mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ju kanë nështruar kësaj feja ashtu siç duhet, çfarë do të thonë? Do të thonë këtë rast, hajde edhe na ta gjejmë dikant ndërmjetësoje për ne, sepse besimtarët e gjetën dikant i cili do ndërmjetësojë te Allahu. Hajde edhe na shkojmë ta gjejmë dikant që do ndërmjetësoje për ne. Dhe ku shkojmë? Dikush prej tyre thotë, shkojmë thotë tek shejtani, sepse është ai i cili na devijoi neve dhe na mpru neve në këtë gjendje. Edhe shkojnë tek shejtani, kërkojnë që ai të bëjë ndërmjetësim te Allahu për këtë, që Allahu t'i fale. Çfarë ndodhen atëherë? I sillet shejtanit një mimber. Domethënë i sillet një vend i lartë, sikur kjo hutbja. Edhe hypen shejtani para këtyre njerëzve, këta rrethohen për rreth tij dhe e mban një fjalim që e quajtën dietarët hutbja e shejtanit në xhehenem. Hutbja e shejtanit. E këta fjalë që do t'i thotë shejtani në atë hutbe, Allahu i ceki në Kur'an. E çka tha Allahu në Kur'an? Se shejtani do të thotë: "Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr." Atëherë kur do të gjykohen çështjet kreta, ata për të cilët janë për në xhenet do të shkojnë në xhenet, e ata të cilët janë për xhehenem do të gjykohen për xhehenem, do të hyjë shejtani në këtë hutbe dhe do t'u drejtohet xhehenemlive. Do t'ju thotë: "Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq." Allahu juve ju premtoi me premtim të vërtetë. Apo ju premtoi se nëse bëni punë të mira, do të jeni banor xhenetit. Nëse i nështroni Allahut edhe pejgamberit e tij, do jeni banor xhenetit. Përndryshe do të jeni banor xhehenemit. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Edhe unë tha ju premtova juve diçka, por tha e theva tha premtimin që ja u dhash juve. Çfarë ju premtova? Ju thojsha që në dynja mos fali se kur gjohë nuk është. Mos fali se nuk do të digji në xhehenem me kështu me radhë. Mirë po tash kur e shohën, unë tha demek thot shejtani ju gënjeva juve. Unë ja u dhash premtimin se nuk do të digjeni në xhehenem, mirë po tha unë tha e theva premtimin. Wa ma kana li aleikum min sultan. E unë tha nuk ju çova tha juve me zart. Nuk kisha tha pushtet tha që unë tha të marr juve dhe të ndaloj tha që mos shkoni të fali. Nuk u çova me zart tha që të shkoni tha të bëni ju harame. Ela in illa an da'awtukum fastajabtum li. Mirë po unë tha ju thira për punëve të këqija, për ka punë të këqija, ju thira që juve kur u shkonte mendja të falni namaz, unë ju thësha juve mos e boni. Se je i ri e kështu me radh, unë tha ju thira juve, e ju tha e pranu tha thirrjen time. Unë tha nuk ju çova tha me zort. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kështu që tha mos e mallkoni thot mu. Shejtani ju drejtohet këtyre. Mos e mallkoni mu thot, po mallkoni tha vetvetet e juaja. Mallkoni tha vetvetet e juaja se unë tha kur ju mashtroni juve, ju tha më dëgjoni tha mu. Ju tha esnit pas hapave të mia, e kështu me radhë. E kur dikush u thirrte për shpëtim, kur dikush ju thirrte për në xhenetet e Allahut, ju e ja ktheni shpinën atij. Kështu që domethënë tash thot shejtani, mos e mallkoni mu, por mallkoni vetet e tuaja. Ma ana bi musrihikum. Unë tha nuk jam tha shpëtimtari juaj. Ka tash se ju keni ardhur para rreth meje këtu dhe kërkoni që unë të ndërmjetësoj te Allahu. Unë tha sot tha nuk jam tha shpëtimtari juaj. Wa ma antum bi musrihi. E as ju tha nuk jeni shpëtimtari im. Së bashku kret, domethënë përfundojnë në zjarr.
Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Unë tha, ju mohoj juve dhe besimin e juj, që ju do me thonë keni llogarit të barabartë me Allahun. Ju më keni llogarit të atill që atë të cilën Allahu ja u ka thonë juve, ju nuk e keni praktikuar, por më keni dëgjuar mua. E unë sot krejt ata vepra që i keni bë, unë tha, distancohem thot prej jush. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Me të vërtetë tha, zullumqtarët, ata që i kanë bërë zullum vetvetes, edhe tjerëve, do të kenë tha dënim të dhëmshëm. Andaj, a nuk është e koha që do të thonë ti nështrohemi Allahut? A nuk është koha që na do të thonë ti bindemi Allahut dhe të pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A mos valle presëm vdekjen e cila është do të thonë e papritshme, të surprizon në moment dhe atëherë ta shohësh se çfarë ke bë. Atëherë ta shohësh se çfarë gabimi ke bë. Pa atëherë mo nuk mund të kthehesh mbas. A nuk është koha mo që ti bin pak mendes tonë ka dalëve se kom bë disa vjet. Ku jam nisur? Ku do të shkoj? A do të shkoj për në xhenet ose dikun tjetër? A nuk ka ardhur koha mo që kret këta mirësi që na i ka dhënë Allahu? A nuk është koha që na ti kthehemi Allahut me falënderim? A nuk është koha që këtij shejtani që deri dje kemi shku mbas? A nuk është koha domosht që mo t'ja kthejmë shpinën atij dhe thirrjes së tij? Kështu që na si besimtar duhet domethënë që ta vendojmë gishtin vetvetet tona, në mendet tona, dhe ta lutim Allahun dhe të thomi o Zot, na udhëzo zemrat tona, sepse zemrat tona janë vetëm durrët e tua. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëj pasues të fjalës së Allahut, pasues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo të na bëj pasues të shejtanit. Aqulu qouli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.